Qeveria ka vendosur të subvencionojë shoqatat e transportit publik në vend me 50 lekë për litër naftë në një përpjekje për të zbutur ndikimin e rritjes së çmimeve të karburanteve. Vendimi u bë i ditur pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave nga Ministri i Infrastrukturës Enea Karakaçi, i cili deklaroi se masa mbështetëse do të aplikohet për transportin qytetas, ndërqytetas dhe kryeqytetas. Sipas tij, vendimi vjen pas konsultimeve me përfaqësues të shoqatave transportit, bashkive dhe Ministrisë së Ekonomisë, ku janë shqyrtuar shqetësimet e sektorit. Sot e kemi miratuar që bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lekë për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetas, ndërqytetas dhe rreth qytetas. Dhe po ashtu një lajm i mirë tjetër që përsëri ne u angazhuam në ato takime që kemi bërë me gjitha grupet e interesit të transportit, është këtë masë subvencionuese do e fillojmë që në muajin mars, kur kishim dhe fillimin e efekteve të krizës. Dhe në këtë kuptim kemi përmbushur një angazhim të marrë me grupet e interesit dhe sipas dakordësisë përkatëse. Paralelisht me këtë vendim, në mbledhjen e qeverisë janë miratuar edhe ndryshime në sistemin e pullave fiskale dhe gjurmimin e produkteve të aksizës. Sipas këtyre ndryshimeve, teknologjia e re do të aplikohet përgjatë gjithë zinxhirit, nga prodhuesit tek importuesit, duke përfshirë dhe vendosjen e kodeve barcode me informacion të detajuar mbi origjinën dhe prodhimin e produkteve.